Unë nuk jam zëdhënës dhe nuk kam qenë kur zëdhënës i ambasadave të cilës do lloj ambasade, me gjithë respektin për to. Nuk e kam ushtruar kur këtë funksion. Po, jam krenar, kam qenë zëdhënës i presidentit të Republikës së Shqipërisë, i një kështjelle që bëri gjithçka mundi në atë kohë për të garantuar pavarësinë e një sistemi gjyqësor, i cili e pat sot se çfarë standardesh ka. Nuk kam qenë kur zëdhënës i ambasadave, nuk kam mbrojtur kur interesat e asnjë vendi tjetër, me gjithë respektin, përveç interesave të vendit tim. Ne kemi për detyrë të ftojmë të gjithë ata të cilët janë mashtruar ose kanë preferuar përse zgjodhën të mos vinë dhe të mos e pranojnë. E thash, nuk jam në pozicionet e zëdhënësit, nuk e kam patur kur këtë funksion, edhe nuk kam dërmend ta kem kur këtë funksion, do të jem vetëm zëdhënës i mbrojtjes së interesit publik dhe interesit kombëtar, por është e papranueshme, është irrituese në radhë parë për ju gazetarët që një proces i këtij niveli të bunkerizohet dhe qëllimi i bunkerizimit është një dhe vetëm një, për të mos dalë në dritë të diellit arsyet e vërteta të atij rrëmbimi, jo thjesht dhe vetëm mafios, por një rrëmbimi gjeopolitik. Sepse Ilir Meta ndodhet sot i izoluar politikisht, sepse ka kryer në fakt një gabim. Ka mbrojtur interesin kombëtar, ka mbrojtur kufit e Kosovës. E mbani mend kush e bëri studimin e fizibilitetit për ndarjen e Kosovës. Shoqata e Sorosit me Selim Beograd. Dhe ka edhe një gabim tjetër që ka mbrojtur integritetin dhe sovranitetin territorial të Republikës së Shqipërisë, sepse jo më kot dhe kallëzimi i regjistruar ndaj tij apo jo,